po profesionalizmi e tyre shihet te kushtetuta, edhe ata duhet ta mbrojnë turpin e vet. Ç'a do bëjnë? Ç'a do thonë gabuam? Ç'a do thonë? Apo duhet dalën thonë që tuajt na thanë kështu e ne vetëm shkruanim. Atëherë pse paraqiteni si autor? Jepni autorsinë atij që e ka shkruar. Pse lejoni të mbulohet dikush me ju? Ata përballen me turpin e vet. Se atë kushtetut nuk, nëse ata thonë se janë autor, atëherë le ta shpjegojnë autorsinë se si donin ndërtojnë Kosovë, cila ajo Kosovë, ajo kushtetutë, them, kur e lexon, edhe me qenë arabaxhi, siç jam unë, kur e lexon atë, ti ke përshtypje që me të vërtetë ajo ka pas vetëm një qëllim, jo ta mirëmbaj shtetin, ti mirëmbaj serbët. Edhe mos vuajnë serbët nga ajo që kanë mbet pas Serbinë, që kanë mbet pas shtet. Jo, ky shtet më shumë varet nga serbët se nga shqiptarët. Edhe nëse ju keni bërë si kushtetute, atëherë vëlla duhet dilni këtij populli t'i shpjegoni si u bë ajo kushtetute e tillë. Unë nuk jam naiv, unë e di që atëherë tuajt të kushtonin me këtë me atë. Mirë po, dile dhe atë shpjegohet. Që ne donim kështu, ata e bën kështu. Se shihni ç'është tash një problem i madh. Ju kushtetutën s'mund të ndroni s'mund të bëni asnjë ndryshim. Do me thënë, si mund të ndryshoni? Vetëm me një revolucion të ri. E deri kur Kosova do të bëj revolucione, do të bëj protesta, do ta lodh popullin. E lodhën këtë popull. Ky popull, jo kam thënë edhe në një emision, sa herë që ky popull non stop i korrigjon gabimet e politikanëve. Sepse ka politikan pakurrizor. Sepse atë që jo kam thënë 1000 herë, që s'din thonë jo. S'din thonë jo. Kur ju thot i huaji, atyne kur ju paraqitet ndonjë ambasador, edhe ju thot kështu, ato e çkyçin trunin. Nuk mendoj. Thonë na tha. Po mirë na tha. Po edhe do ta bësh siç thot ai, se unë nuk jam budalla. Mirë, po mos më shumë thuaj që kjo s'është e shëndosh për Kosovën. A mendoni që do të ishte, besoj, zgjidhja që presidenti të zgjidhej drejt për drejt me votën e popullit? Sigurisht që do të ka populli, sigurisht që ajo